Shkupi pret liderët e Ballkanit Perëndimor. Ministri Murtezani thosë se 150 institucione dhe 800 ekspertë do të përgatisin pozicionet negociuese. Pas vendimit të kushtetuesës për çështjen e qytetarëve jo rezident, deputeti Skender Xhepi Zejdi thotë se u hoq një diskriminim i rënd që preku komunat shqiptare. Biznesmeni Mendi Qyra shpalli kandidaturën si i pavarur për të drejtuar qytetin e Strugës. Jo vetëm në dimër, por edhe në verë, Kodra e Diellit mbetet një nga vendet më të preferuara për pushim për qytetarët. Të nderuar shikues, përshëndetje. Sot dhe nesër në Shkup mbahet takimi i liderëve të Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor. Temë kryesore do të jetë plani rritjes për Ballkanin Perëndimor, i cili është një ofertë nga Bashkimi Evropian për vendet kandidate për të përshpejtuar procesin e tyre të antarësimit në Bashkimin Evropian. Sipas ministrit të çështjeve evropiane Orhan Murtezani, përqindja e përfundimit të agjendës së reformave të Maqedonisë Veriut për planin e rritjes në qershor do të jetë pak më e ulët sesa në dhjetor. Liderë dhe ministrat të vendeve të Ballkanit Perëndimor si dhe përfaqësues të lartë të Bashkimit Evropian do të qëndrojnë sot dhe nesër në Shkup për të marrë pjesë në takimin e liderëve BE Ballkani Perëndimor, ku temë kryesore do të jetë plani i rritjes. Plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor është një ofertë nga Bashkimi Evropian për vendet kandidate për të përshpejtuar procesin e tyre të antarësimit në BE. Pra marrja e fondeve evropiane kushtëzohet me zbatimin e reformave nga ana e vendeve kandidate. Sipas ministrit të çështjeve evropiane Orhan Murtezani, përqindja e përfundimit të agjendës së reformave të planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor në qershor do të jetë pak më e ulët se në dhjetor. Megjithatë, Murtezani beson se fondet evropiane nuk janë në kërcënim, por tha se ato potencialisht mund të jenë nëse reformat nuk përfundojnë me sukses brenda periudhës shtesë njëvjeçare. Kjo do të thotë që në qershor 2026 ata do të jenë në rrezik sepse do t'i humbasim atëherë dhe deri atëherë fondet do të jenë në dispozicion për ne. Javën e kaluar edhe sot kemi qenë në komunikim intenziv me të gjitha institucionet. Ajo që ishte një dobësi herën e fundit do të thotë se të gjitha udhëzimet për finalizimin e hapave mbërritën tekstualisht pas afatit për zbatimin e reformave. Tani ka një pasqyrë pak më të qartë, por pasqyra më e qartë do të thotë një proces edhe më kompleks. Ndërkaq aktivitetet e samitit do të fillojnë me një takim tet-a-tet mes eurokomesares Marta Kos dhe kryeministrit Hristijan Mickoski dhe më pas do të ketë edhe takime bilaterale me delegacionet e tjera. Nesër do të zhvillohen 2 panele prej të cilave i pari do të jetë për planin e rritjes së Ballkanit Perëndimor, në cilin do të marrin pjesë Mickoski dhe eurokomesaria për zgjerim, pas shka do të vijojë edhe një konferencë e përbashkët për media. Paneli i dytë do të jetë për mekanizmat konkrete dhe mbështetjen për zbatimin e planit të rritjes. Në qeveri tashmë duhet të ketë nisur takimi mes kryeministrit Hristijan Mickoski dhe komesarës për zgjerim të BE-s Marta Kos. Përveç planit rritjes, ata do të bisedojnë edhe për çështjet e tjera që kanë bëjnë me integrimin e vendit tonë në Bashkimin Evropian. Takimin po ndjek kolegu ynë Mevludin Imeri, me cilin tani do lidhemi për të na dhënë më shumë detaje. Mevludin, përshëndetje, nëse më dëgjon, linja është për ty. Mirë, duke se ende nuk kemi vendosur takimin dhe galegjia do më bëjnë me dije në momentin që do lidhemi me kolegun Mevludin Imeri, cili është në qeveri duke ndjekur takimin. Mevludin, tani shpresoj të më dëgjosh dhe nëse më dëgjon atëherë mund të vazhdosh, pra linja është për ty. Atëherë, në momentin që do vendosim lidhen me kolegun Mevludin Imeri, ne sigurisht që do e shfaqim këtu. Vazhdojmë më tej me lajmin e radhës. Ministri për çështje europiane Orhan Murtezani tha se në përgatitjen e pozicioneve integruese do të përfshihen 150 institucione dhe mbi 800 ekspertë nga administrata. Murtezani tha se procesi i integrimit vendit në BE nuk ka të bëjë vetëm me veton bullgare, duke theksuar se ai ka shumë segmente dhe është proces që vazhdon.
150 institucione dhe mbi 800 ekspertë nga administrata do të marrin pjesë në përgatitjen e pozicioneve negociuese në procesin e integrimit të vendit në BE, ka deklaruar Ministri për Gjështje Europiane Orhan Murtezani në preskonferencën e sotme kushtuar aktiviteteve të këtij resori për një vit qeverisje. Murtezani theksoi se kanë reviduar strukturën negociuese në linjë me riorganizimin e ri të organeve të administratës shtetërore, duke marrë parasysh edhe risit në negociatat e aderimit me synim për forcimin e dialogut me BE-n. Ministria për Çështje Evropiane është institucioni i cili ka rol kryesor koordinues në mekanizmin nacional për koordinim të procesit të integrimit, por i njëjti përfshin mekanizëm me rreth 150 institucione dhe mbi 800 ekspert nga administrata, të cilët do të marrin pjesë në përgatitjen e pozicioneve negociuese. Të gjitha këto i bëjmë duke u përqendruar në thelb, ndërsa ato janë reformat. I pyetur në lidhje me çështjen me Bullgarin dhe blokadën politike, Murtezani tha se procesi i integrimit të vendit në BE nuk ka të bëjë vetëm me veton bullgare, duke theksuar se ai ka shumë segmente dhe është proces që vazhdon. Vetoja bullgare nënkupton një pengesë për hapjen e negociatave sipas kornizës negociuese. Ajo në të cilën jemi fokusuar në planin e rritjes është sepse BE-ja përmes kësaj kornize u siguron qytetarëve të Ballkanit Perëndimor qasje në shërbime që ishin ekskluzivisht për shtetet antare të BE-s. Prandaj pa u bërë antare, qytetarët e vendeve kandidate mund të jenë pjesë e këtyre përfitimeve, tha Murtezani. Deputeti Skender Rexhepi Zejdi, i cili e kishte dorëzuar në gjykatën kushtetuese nismën për metodologjinë e përdorur në regjistrimin e fundit, tha se u hoq një diskriminim i rënd që u bë qytetarëve të evidentuar si jo rezident. Rexhepi tha se për shkak të termit jo rezident, komunave shqiptare u janë mohuar rreth 10 milion euro, ndërkaq koalicioni Vlen edhe sot ka vazhduar me publikimin e qytetarëve rezident dhe votuesve. U hoq një diskriminim i rënd që ju është bërë qytetarëve të cilët për hallet e tyre janë detyruar të migrojnë përkohësisht dhe që ishin të evidentuar si qytetar jo rezident. Kështu thot deputeti Skender Rexhepi Zejdi, i cili e kishte dorëzuar në gjykatën kushtetuese nismën për metodologjinë e përdorur në regjistrimin e fundit, e cila qytetarët i ndante në rezident dhe jo rezident, të cilën kushtetuesja solli vendim që ta shfuqizoj. Zejdi thot se do të kërkojnë përgjegjësi penale pasi sipas tij nga ndarja e buxhetit, komunave me shumicë shqiptare u janë mohuar gati 10 milion euro. Bazë informatave bazë, dikon gati 10 milion euro për komunat shqiptare flas. Ka munges dhe ka dallim mes përfshirjes së buxhetit nga rezident dhe jo rezident që ka qenë deri sot. Do të thotë qeveria aktuale ka ndalë dikon gati 10 milion euro mjete financiare për komunat me shumicë shqiptare, duke i larguar dhe ekskluduar ata të cilët nuk janë rezident. Ndërkaq për këtë regjistrim, koalicioni Vlen, i cili ka nisur serinë e konferencave për siç kanë thënë ata, zbardhjen e së vërtetës së një procesi që duhej të ishte pasqyrë realitetit, ndërsa u shndrua në një mashtrim dhe tradhti poshtruese të BDI-s ndaj shqiptarëve, sot temën e kishte për komunën e Strugës. Në fshatin Ladorisht janë regjistruar 1344 banor mbi 18 vjeç, dërsa në zgjedhjet e vitit 2024 kanë votuar 2397 qytetarë apo mbi 1000 më shumë. Në Velesht janë regjistruar 2196 banor, por votuan 2377 ose 200 më shumë. Në Livadhi sërisht rezulton më shumë votues se sa banor të regjistruar. Derisa po vazhdojnë akuzat për regjistrimin e vitit 2021, kryeministri Kristian Mickoski dha propozim për mbajtje të një regjistrimi elektronik të popullsisë vitin e ardhshëm. Atëherë, nga regjia më bëjmë me dije se po rivendosim lidhjen me kolegun Mevludin Imeri, i cili është në qeveri dhe po ndjek takimin mes kryeministrit Mickoski dhe komisares BE-s Marta Kos. Mevludin, përshëndetje, shpresoj tani të më dëgjosh dhe nëse më dëgjon, linja është për ty. Përshëndetje Avdi, jemi këtu në qeveri, vetëm sa po ka filluar takimi tete-a-tete i kryeministrit me komisioneren për zgjerim Rokas. Ky do të jetë vetëm fillimi, ndërsa nesër do të jetë në qendër të vëmendjes Shkupi, sepse do të vinë liderët e gjithë Ballkanit Perëndimor. Në këtë takim do të diskutohet zgjerimi i
zgjerimi e Europës dhe integrimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor. Sipas agendës, sonte në ora 19:30 kryeministri Mickovski do t'i pres në darkë mirëseardhjeje të gjithë liderët këtu në rrethin të Shkupit, ndërsa nesër është paraparë të mbahen ku do të flasin liderët e Ballkanit Perëndimor, mes tjerash do të flasin edhe kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës zoti Albin Kurti, po edhe kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić. Ndërkaq se çfarë do të bisedoj kryeministri sot me komisioneren për zgjerim nuk na është njoftuar, presim pas përfundimit të takimit për informacionet më të reja. Me Vludin, falenderit për këtë paraqitje. Sigurisht me detajet të takimit do njoftojmë në edicion në radhës lajmeve në orat 18:55. Atëherë vazhdojmë. Kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, biznesmeni Mendi Qyra, ka shpallur kandidaturën e tij si i pavarur për kryetar komune në Struk. Ai tha se këtë vendim e ka marrë me kërkesë të shumë qytetarëve, biznesmenëve dhe të shoqërisë. Kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore Mendi Qyra ka shpallur kandidaturën e tij si i pavarur për kryetar komune në Struk. Ai tha se kandidatura e tij nuk është garë për pushtet e as luftë kundër askujt, por siç theksoi ai është vetëm një thirrje për bashkim për të gjithë ata që e ndajnë të njëjtën ëndër për Strugën. Sot, zyrtarisht e shpall kandidaturën time si i pavarur për kryetar të komunës së Strugës. Nuk është një hap që e kam ndërmarrë kokë më vete, por është një vendim që më është kërkuar për çdo ditë. Thirrje nga bizneset lokale që kërkojnë një orientim më të qartë të qytetit. Thirrje nga të rinjt që duan të qëndrojnë në vendlindje. Shtytje nga qytetarët e zakonshëm që nga unë kërkojnë guxim për të kandiduar dhe menaxhuar me qytetin tonë, me përgjegjësi dhe përkushtim. Edhe partitë politike ka njoftuar se janë duke i finalizuar listat për kandidatët për kryetar komune, për zgjedhje të cilat do të mbahen në muajin tetor. Dy partitë më të mëdha maqedonase, VMRO, DFMNE dhe LSDM, kanë publikuar gati se të gjitha emrat e kandidatëve të tyre, të cilët do të garojnë në zgjedhjet lokale. Ndërkaq sa i përket bllokut shqiptar, Fronti Evropian dhe Vlen akoma nuk i kanë publikuar emrat e kandidatëve të tyre, edhe pse në opinion vazhdimisht përfliten emra si për komunën e Qairit, emrat e Izet Megjitit dhe Kaltrina Zekollit nga Vlen dhe emri i Bujar Osmanit nga Fronti Evropian. Ashtu edhe për komunat të tjera. Partitë politike disa herë kanë deklaruar se deri nga mesi i muajit korrik do të bëhen publik të gjitha emrat e kandidatëve për kryetar komunash. Është mëtej me lajme tjera nga vendi, jo vetëm në dimër, por edhe në verë. Kodra e diellit mbetet nga vendet më të preferuara për pushim për qytetarët dhe turistët. Qetësia, freskia, gjelëbrimi dhe ajri i pastër tërheqin vizitorë të shumt. Të pyetur nga televizioni Shenja, ata thonë se bukuritë natyrore që i ofrojnë ato male u aqetësojnë edhe trupin edhe shpirtin. Nga sportet malore tek shëtitjet në natyrë. Zakonisht, ne e kemi parë kodrën e diellit në pamjen magjike që Bora i ka dhuruar atyre maleve, e ftohtë, e bardhë dhe plot adrenalin, por tashmë vera ka kthyer atë në një tjetër realitet, në ngjallërimin e gjelbërimeve, të freskët dhe për plot qetësi, nga ku vizitorët tashmë po e frekuentojnë këtë zonë pikërisht për të ikur zhurmës së qytetit. Tani që Bora është zhdukur, kodra e diellit ofron një pamje kritikisht ndryshe. Vizitorët tashmë nuk vijnë për skiim, por me batanie pikniku dhe dëshirë për qetësi, me qëllim për të shijuar gjelbërimin që këto male dhurojnë. Ndërkaq, në deklaratën e tij për televizionin Shenja, një qytetar vlerëson shëtitjet në natyrë si të domosdoshme për trupin dhe mendjen, pasi sipas tij, ecja është e rëndësishme për lëvizjet fizike dhe njëkohësisht e sheh si një largim nga zhurma e përditshmërisë. Na ka tërheq natyra e pastër, ajri i freskët, edhe shëtitja në natyrë. Me gjelbërim ma mirë, ai që e kupton dhe ai që e di natyrën çfarë, dimni ta e mirë kur ra dielli me borën zbashkët, atëra mirë. Jo, ecje, sa ma shumë ecje, çdo javë. Ndjeni më mirë larg. Edhe larg zhurmës edhe vetë trupi do lëvizje.
Edhe pse sportet dimërore ngelen të preferuarat e saj, përsëri gjen kënaqësi edhe tek natyra, nga ku veçoi takimet dhe pikniket me familjarët. Koha, natyra më shumë, në bën vendi është i mirë për dalë. Ku mbledhemi familjarisht dalim. Përveç natyrës, një lidhje të veçantë me këtë vend kishte edhe një tjetër qytetar, i cili është rritur në këtë zonë, nga ku edhe sot gjen qetësi larg ajrit të ndotur dhe toksinave të qytetit. Ajri pastër, livadët jeshile, kodrat, unë gjajti se jam rritë në këtë vend. Pa hikin pjasaj të tovët dhe helmit e të tovës, tajmat e veturave. Me siguri, se i të larkë shumë. Pavarësisht kontrastit që sjellin stinët, Kodra e Diellit vazhdon të mbetet një destinacion i preferuar për qytetarët, nga ku nuk mungonte as prania e turistëve. Autoritetet këtë vit kanë ashpërsuar masat kundër personave që ndezin zjarre, megjithatë zjarret po ndodhin. Së fundmi një zjarr kishte shpërthyer në deponinë ilegale në komunën e Shutkës. Qytetarët kanë informuar autoritetet para nisjes së zjarrit në këtë deponi. Më vonë zjarri u përhap. Tashmë zjarri është shuar, ndërsa drejtori i Qendrës për Menaxhimin e Krizave, Mohamed Ali, thotë se reagimi ka qenë shumë i ngadalshëm dhe jo efektiv. Zjarri në deponinë ilegale në Shutkë është shuar pas një jave, i njëjti është shkaktuar nga faktori njeri, kështu deklaroi për televizionin shenja drejtori i Qendrës për Menaxhim me Kriza, Muhamet Ali, i cili për më tepër tha se me të marrë denuncimin nga ana e qytetarëve e kanë informuar qytetin e Shkupit, megjithatë thotë se reagimi ka qenë shumë i ngadalshëm dhe jo efektiv. Qytetarët kanë emëruar para një jave se ka zjarr. Aty dhe ka tim dhe ju bën problem dhe qytetarëve dhe shtëpive dhe bizneseve afër. Para një javë informuam në qytetin e Shkupit dhe ndërmarrjet në qytetin e Shkupit që të marrin masa kujdestarie apo masa tjera, por deri në dje nuk ka pas ndonjë masë të madhe, edhe pse zjarrfiksat çdo ditë kanë shku, kanë shi, por ajo është një deponi egër pak si e madhe, nuk mund zjarrfiksat vetë ta mbulojnë atë zjarr. Duhet mekanizim më i madh, bagera dhe kamionat ta mbulojnë me rrejë apo me materiale të tjera. Me qenë se temperaturat po rriten dhe rreziku për përhapjen e zjarreve është i madh, drejtori njofton se Qendra për Menaxhim me Kriza vetëm menaxhon, informon dhe koordinon institucione tjera që duhet të reagojnë kundër zjarreve. Qendra për Menaxhim me Kriza vetëm menaxhon dhe koordinon institucione tjera, kurse komunat dhe brigadat apo zjarrfiksat i kanë ato mjetet dhe një helikopter ka policia dhe ushtria. Kemi resurse me përballë prej zjarreve. Vitin e kaluar vendi ka qenë prej zjarreve aktive në disa zona. Apeli i drejtorit megjithatë është që qytetarët të kenë kujdes kur lëvizin nëpër zona të thata dhe pyje. Ali kërkon që qytetarët të jenë të kujdesshëm dhe të mos hedhin gjëra që mund të shkaktojnë zjarre, që mund të kenë edhe pasoja të padëshirueshme. Vazhdojmë të me zhvillimet nga rajoni dhe bota. Ushtria izraelite që në fakt kryeministrin detyr i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se është i gatshëm për takime, konsultime dhe bashkëpunim politik për dalë nga blokada institucionale në kuvend, duke theksuar se ka ofruar 2 kompromise konkrete për zgjidhjen e situatës. Gjithmonë jam i gatshëm për takime, konsultime konstruktive dhe bashkëpunime për konsensus dhe kompromis, tha Kurti. Ai tha se kompromisi i parë që është ofruar partive politike është që ato të delegojnë përfaqësuesit e tyre dhe të arrijnë marrëveshje për zgjedhjen e kryetarit dhe 5 nënkryetarëve të kuvendit përmes një pakete të përbashkët ku secili votim të bëhet 1 nga 1. Nëse nuk e duan votimin e fshet, ta rrëzojmë atë komision me vot, sepse pa vot nuk rrëzohet. Me bojkot nuk shkohet përpara, dhe pasi që të rrëzohet ai komision, mund të kthehemi tek vota e hapur, me që rast le të kemi marrëveshje politike natyrisht që kryetari dhe 5 nënkryetarët me marrëveshje paket të votohen 1 nga 1, po me marrëveshje paraprake. Ose kompromisi tjetër është ofruar një anshëm nga kandidatja jon Albulena Haxhiu, e cila siç e dini ka deklaruar të premten që nëse nuk votohet me votim të fshehtë, nuk do të ketë nevojë të votohet 2 herë për të. Ajo tërhiqet. Le ta provojmë votimin e fshehtë, o fiton Albulena, o ne e sjellim një emër tjetër.
Prokuroria Speciale e Kosovës tha se ka ngritur akt akuzë ndaj dy personave me inicialet JJ dhe VT për veprën penale të krimit të luftës kundër popullatës civile. Ata akuzohen se në bashkëkryerje me pjesëtarë të forcave policore dhe ushtarake serbe kanë vrarë dy persona të identifikuar me inicialet RE dhe MH në fshatin Kaçaniki Vjetër në komunën e Kaçanikut. Sipas akt akuzës, në periudhën 1998-99 të pandehurit kanë rrahur, kanë shkaktuar maltretime fizike dhe psiqike dhe kanë plaçkitur pasurinë e luajtshme të dëmtuarve, SHD dhe viktimave tani të ndjerve MH dhe RE. Prokuroria Speciale ka propozuar gjykatës themelore në Prishtinë që ndaj të akuzuarve të mbajë gjykim në mungesë për shkak se ata janë të paarritshëm për organet e drejtësisë. Ushtria izraelite që nga 7 tetori 2023 deri më tani ka shënjestruar 256 qendra evakuimi dhe strehimi në rripin e Gazës, në cilat ndodheshin më shumë se 700.000 palestinesë të zhvendosur. Në një deklaratë me shkrim nga zyra për media e qeverisë në Gaza, thuhet se Izraeli pushtues vazhdon krimet e tij sistematike kundër civilëve dhe personave të zhvendosur në Gaza. Këto qendra ku familjet, shtëpitë e cilëve u bombarduan dhe që u strehuan në qendrat e strehimit për të mbijetuar, po shënjestrohen qëllimisht dhe në mënyrë të përsëritur. Theksose Izraeli ka sulmuar më shumë se 11 qendra strehimi vetëm në qershor dhe se kjo është pjesë e një krimi të organizuar që shpërfilli ligjin ndërkombëtar dhe marrëveshjet humanitare. Shumica e qendrave të shënjestruara janë institucione arsimore dhe se këto shkolla ku 10.000 student ndjekin mësimin janë shënjestruar drejt për drejt nga Izraeli. Numri i palestinesëve të vrarë në sulmet e Izraelit në rripin e Gazës është rritur në të paktën 56.531, ndërsa numri plagosurve në 133.642. Ministri i Jashtëm i Turqisë Hakan Fidan tha se vazhdimi i marrëveshjes së arritur midis Iranit dhe Izraelit, mosshkelja, arbushimit dhe kthimi në paqe të përhershme janë ndër qëllimet e Turqisë më të mëdha strategjike për momentin. Fidan bëri deklarata pas takimit me ministrin homologun e tij britanik David Lammy. Ai tha se Turqia dhe Britania e Madhe janë dy partnerë strategjik që ndajnë shumë qëllime strategjike për një çështje. Ne jemi dy vende anëtare të NATO-s që nuk janë vende të Bashkimit Evropian, por kemi lidhje të forta me Europën, tha kryediplomati turk. Sipas tij, pikpamjet e dy vendeve pothuajse përputhen në fushën e politikës jashtme, veçanërisht në çështjet e Gazës, Sirisë, Iranit, Irakut dhe luftës Rusi-Ukrainë. Ministri turk tha se pushimi midis Rusisë dhe Ukrainës mbështetet nga të dyja palët. Po mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të nderuar shikues, për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëngjes deri atëherë.